Bashkia Klos është në alarm nga ndotja mjedisore që po shkaktohet në territorin e saj. Zona më problematike mbetet ajo në kufi me Bulqizën, ku ka ndotje të madhe si pasojë hedhjes pa kriter të mbeturinave të ndryshme. Vetëm një ditë më parë, Ma Televizion denoncoi shtimin e pirgut të mbeturinave në vendin e quajtur Dushku i Kuq në fshatin Klos Katund. Rënja e trafikut të lëvizjes së automjeteve në rrugën e vjetër Qabolb Klos ka favorizuar personat e papërgjegjshëm për hedhjen e mbeturinave këtu. Nisur nga situata e krijuar, Bashkia Klos ka ngritur një task force për monitorimin e territorit të saj nga ndotje të tilla. Përfaqësues të pushtetit vendor thanë se task forca do të operojë në terren në të gjithë territorin, e sidomos në zonën më problematike që është fshati Plani Bardh dhe Klos Katund. Në këto dy fshatra dyshohet se ndotësit vinë nga qyteti Bulqizës, ku shmangin ndërgimin e mbeturinave në vendin e përcaktuar dhe shfrytëzojnë këtë aks që ka pak lëvizje e i hedhin aty. Banorët kanë qenë dëshmitar disa herë të konstatimit të furgonëve që ndalen në këtë zonë dhe hedhin mbeturina nga më të ndryshmet.